dashur teleshikuese, ju përshëndes. Po fillojmë edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Ujrat e përrojit të Lunjës nga shirat që ranë gjatë ditëve të fundit dhe po vazhdojnë përmbytën toka të mbjella, sera dhe ura, ku uji kalon mbi 1 metër në fshatrat përgjatë rrjedhës së përrojit. Kryetaria e Bashkisë Eriselda Sefa ka dalë në terren e po ndjek nga afër situatën. Orë të vështira kanë qenë orët e mëngjesit të sotëm për fshatrat përgjatë rrjedhës së përrojit të Lunjës në Lushnjë. Rreshjet mbi 60 mm gjatë orëve të para të mëngjesit kanë bërë që përroji të dalë nga shtrati dhe të përmbyt toka të mbjella, sera dhe ka kaluar në nivelin mbi 1 metër nëpër urat e fshatit Karbunare sipërme dhe Karbunare poshtme. Fadromat kanë shkuar në zonë në orën 6 të mëngjesit, duke ulur ndjeshëm nivelin e lartë të ujit dhe duke mundësuar kalimin në ura të banorëve, ndërkohë që ka prezencë uji në oborret e banesave përgjatë rrjedhës së përrojit. Në terren që në mëngjes ka dalë edhe kryetaria e Bashkisë bashkë me shtabin e emergjencave dhe përgjegjësin e drejtorisë së kullimit Fier. Situata këtu në Karbunar për shkak të prurjeve të mëdha që ka pasur Lunja, punojësit e ndërmarrjes pasurisë publike së bashku me mjetet janë në terren për të bërë zhbllokimin e urave, në mënyrë që të gjithë këto prurje që janë mbi kapacitetet mos të krijojnë bllokime dhe të vazhdojnë me mbytjet e oborreve të banesave apo me tokave të qytetarëve. Aktualisht në gjithë territorin e Bashkisë Lushnjë ne jemi në mbikëqyrje të situatës, të gjithë grupet e emergjencave janë në terren. Pak problematik kemi me prurjet e Lunjës, aktualisht një grup pune është në Qerret dhe një grup tjetër në Barbullinj. Në pjesën tjetër të territorit deri tani nuk kemi raportime për problematika nga kjo situatë rreshësh. Ne do vazhdojmë ta mbajmë në mbikëqyrje në mënyrë që të mos krijohet asnjë situatë emergjente për qytetarët tanë. Situata në rrethin e Luqës pothuajse është normale përveç Lunjës Karbunarës, kur nga Fjeshegani, Thana dhe deri në Kasharaj kemi pas intensitet të lartë qirave prej 3 orë rresht, që i kalon mbi 60 mm. Koha e shkurtër e rreshjeve, vjen prurje të menjëhershme dhe ndodhin këto prurje që quhen dhe prurje katastrofike. Situata është në vëzhgim, në monitorim dhe nga Bashkia Lushnjë dhe nga ana jonë. Brenda gjysmore voti deri te afër shtëpisë time, që unë jam më sop gjoja. Ktu u blloku fare. Lajm rrumën tonë këtë që kemi tutë të zonës tonë. Erdhe mori skrepin, u hap. Dame nuk patëm. Ja, kështu, betorina. Prezencë të lartë uji ka dhe në tokat bujqësore në zonën e ulët të fushës së Tërbufit, Dushke, Grabian për shkak të rreshjeve, ndërsa hidrovorët kanë punuar dhe vijojnë të punojnë me kapacitet të plot. 2 aksidente që kanë shkaktuar vdekjen e një 60 vjeçari dhe plagosjen e 2 personave kanë ndodhur 24 orët e fundit në Lushnjë. Një aksident me vdekje ka ndodhur në fshatin Kurtin të njësisë administrative Hyzgjokaj. 60 vjeçari bujar Dingozi ka qenë duke udhëtuar me motociklet dhe pasi është rrëzuar ka humbur jetën. Sipas policisë së qarkullimit rrugor, i moshuari dyshohet se ka humbur kontrollin mbi motocikletën si pasojë e lagështisë në rrugë, por gjithashtu dyshohet se mund të ketë pësuar arrest kardiak. Trupi të ndjerit është përcjell me ambulancë drejt morgut të Spitalit të Lushnjës për ekspertizë mjekoligjore për të përcaktuar sakt shkakun e vdekjes. Gjithashtu një tjetër aksident me 2 të plagosur ndodhi pas ditën e djeshme në hyrjen jugore të Lushnjës. Në aksident u përfshin një mjet tip Benz dhe një motomjet transporti katraul si pasojë e mosrespektimit të rregullave të qarkullimit rrugor. Policia shkoi në vendngjarje për dokumentimin e ngjarjes dhe disiplinimin e trafikut, ndërsa ambulanca transportua në spital 2 drejtuesit e mjeteve, të cilët janë në kontrollin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën. Sipas policisë së qarkullimit rrugor, motomjeti ka zënë rrugën mjetit tip Benz dhe përplasja ka qenë e pashmangshme. Ky aksident, ashtu si dhe shumë të tjerë që kanë ndodhur në këtë aks rrugor, vijnë si pasojë e mosrespektimit të rregullave të qarkullimit. Situata në urën e Mifolit paraqitet kritike, duke arritur në nivelin 7.2 metra për shkak të prurjeve nga rreshjet e shiut. Situata në urën e Mifolit paraqitet kritike duke arritur në nivelin e 7.2 metrave. Sipas përgjegjësit të sektorit të emergjencave civile pranë prefekturës Fier, Kreshnik Ymeraj, janë marrë të gjitha masat për rritjen e gatishmërisë së strukturave operacionale, njoftimin e komunitetit, bizneseve dhe blegtorëve që operojnë përgjatë rrjedhës së lumit Vjos. Situata e prurjeve është kritike. Lumi Vjosa ka arritur ndjeshëm prurjet gjatë natës dhe orëve para të mëngjesit. Aktualisht jemi në kuotat
deri në 7.5 metra në urnën e Mifolit. Është problem fakti që vazhdojnë rreshjet në qarkun e Gjirokasit dhe qarkun e Vlorës. Sushica është një nga elementet që shton prurjet në lumin Vjosa, duket edhe nga pamja dhe nga vendimi dhe nga rrozhat që bie. Jemi ende disi më poshtë kuotës që kishin gjatë muajit nëntor, por që do të jetë rregues dhe do të jetë evident fakti i rreshjeve dhe i prurjeve që do regjistrohen në urnën e Malje, që ne i referojmë edhe si një dhënë. Pikat më kritike mbeten fshatrat Çerven, Kashish dhe Ferras, ndërkohë që niveli i prurjeve do të varet nga intensiteti i rreshjeve në qarkun e Gjirokastrës dhe Vlorës. Lumi Vjos ka arritur pikën kritike e ka dalë nga shtrati në tokat e kultivuara të fermerëve të fshatrit Çerven të njësisë administrative Frakull. Të gjitha tokat e kultivuara me el Beyond Shtërfil Ullishte janë në pushtetin e ujit, duke alarmuar fermerët që janë në pritje të prurjeve edhe më të mëdha, pasi nuk janë dëmshpërblyer asnjëherë për shkak të fatkeqësive natyrore. E fundit ishte përmbytja e nëntorit. Ne s'kemi hequr llozhin e parë, ky do na bëj të dytin, edhe hajti nxjerrim me ullinje, toka. Përmbytje pa parë. Tu s'po shikoj as deputet, as kryetar bashkie, as administrator asgjë. Po gjatë përmbytjeve të mëparshme doli dikush në komision për të parë nga afër dëme. Asgjë fare. Një këtu vështron lumin si puna jon. Ngritën plaçka dikën ata, raportuan andaj që çdo gjë në rregull. Kam 7 lum grur, u mbyt. Kush më vlerëson mua këtë dëm që më shber? Unë i hodha. Ose ktheva fare unë zuj gjana, s'kam të bëj, edhe tash që u mbyt ai s'ka birr. Jam shumë i rrezikuar. Tokë tërë baktivet. Trëfil, grur, jonë, i mbyllë tëra, që të bëjë dhe që? Rënë e pa riku, maroj. Edhe këta rrë tani po vjen akoma, të hyja atje. Ata ben kanalin direkt të e lanë. Gjuna në zotë. E mbjeli gjitha i farë leku. E thonë ata tani që qyshe e kam faj pëshatarë të mushin kanalin. Po kalbemi e po falimentojmë, thonë ata, ndërsa theksojnë se shteti nuk ka ekzistuar asnjëherë për ta, pasi i kalon në mëshirë të fatit. Moti i keq paralizon vendin. Kryeministri Rama reagon në rrjetet sociale. Nuk e kuptoi pse po më fajsojnë akoma mua qeverinë dhe bashkinë për përmbytjet. Shirat e rrëmbyer që kanë prekur vendin ditët e fundit kanë shkaktuar probleme të theksuara në disa rrethe. Kryeministri Edi Rama pas përmbytjeve në qytetin e Durrësit ka reaguar në rrjetet sociale ku thekson se rreshjet e përmbytjet janë një fenomen natyror që ka ndodhur dhe në vende të tjera. Nuk e kuptoj pse më fajsojnë akoma mua qeverinë dhe bashkinë e Durrësit për rreshjet mbytëse të këtyre ditëve në Itali, Greqi, Maltëzi, Kroaci e me radhë. Çudi e madhe opozita andej. Po të paktën të fajsojnë qeveritë e tyre, po hiç asnjë llaf, tha Rama. Ndërkohë Durrësi vazhdon me rrugët e përmbytura në disa zona të qytetit, kryesisht në periferi. Edhe në burgun e Durrësit, Oborri dhe kati i parë i Godinës ka prani të lartë ujë. Të paktën 800 banesa janë përmbytur e 304 persona janë evakuuar. Si pasojë e përmbytjeve, procesi mësimor nuk po zhvillohet as sot në disa shkolla. Rrethim më i goditur nga përmbytjet është Gjirokastra me 70 biznese dhe shumë shtëpi automjete që janë shkatërruar në lagjen 18 shtatori dhe me pezullimin e procesit mësimor në shkolla. Lezhë pati më pak rreshje gjatë natës, por sot situata paraqitet më problematike në Laç. Disa familje janë evakuuar edhe shumë shtëpi janë të rrethuara nga uji. Prurjet e paparashikueshme nga lumejt Ansor dhe rreshjet kanë rritur gjithashtu nivelin e ujit në hidrocentralet e kaskadës së Drinit. Korporata elektroenergjitike shqiptare njoftoi se ka nisur shkarkimet e kontrolluara nga kaskada e Drinit në kushtet e prurjeve të larta si efekti i rreshjeve. Situata në qarkun Kukës pas rreshjeve të shumta ka qenë problematik, sidomos me bllokimin e rrugëve. Ka patur rënje të gurve në rrugë në aksin Bajram Curri Valbon, Spot Kam dhe në aksin Kukës Shishtavec. Lumi i ishëm ka dal nga shtrati në pikat e tij më të dobta në fshatin Murqin e Mallkuç në fushë Kruj, duke përmbytur qindra hektar tokë bujqësore e duke bllokuar 2 lagje në fshatin Murqin. Policia e Fierit arreston babe bir pasi u kapën gjatë një operacioni të policisë ku zbulua një arsenal armësh dhe një sasi droge. Zbulohet një arsenal armësh dhe një sasi droge dhe arrestohen babe bir pas një muaji hetime nga operacioni policor i koduar New Star 2 në Fier. Sipas njoftimit të policisë, janë sekuestruar armë zjarri, granata luftarake, municion luftarak dhe drogë. Vihet në pranga një shtetas 34 vjeçar që ushtronte veprimtarinë kriminale të shitjes së lëndëve narkotike. Në pranga dhe babai i tij, pasi në banes u gjet arsenali i armëve dhe një sasi tjetër e lëndës narkotike.
Sektori për hetimin e narkotikëve i DVP Fier në bashkëpunim me prokurorinë e Fierit, pas një pune hetimore 1 mujore me mbështetjen e forcave operacionale dhe shqiponjat, finalizoi operacionin policor të koduar New Start 2. Si rezultat, u vu në pranga shtetasi AH, 34 vjeç, banues në fshatin Suk, Roskovec. Bazuar në informacionet e siguruara gjatë hetimit për 34 vjeçarin që shiste drogë dhe posedonte armë zjarri, shërbimet e policisë gjatë operacionit kapën në dalje të fshatit Suk Roskovec shtetasin AH, ku në automjetin e tij gjetën rreth 1 kilogram lëndë narkotike kanabis sativa të ndara në doza gati për shitje. Në vijim të operacionit nga kontrolli banesës dhe i lokalit në pronësi të tij dhe babait të tij, shërbimet e policisë kanë gjetur 17.6 kg lëndë të dyshuara narkotike, kanabis sativa e përpunuar dhe e ndarë në doza gati për shitje. 2 armë zjarri pistolet, 2 armë zjarri automatike, 2 granata luftarake, 1110 fishek luftarak të kalibrave të ndryshëm, 2 aparate celular dhe 1 motomjet, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Në vijim të veprimeve u bë arrestimi dhe i shtetasit AH 61 vjeç. Në bashkëpunim me prokurorin, vijon puna për dokumentimin e plot ligjor të këtij rasti. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme, për veprat penale, prodhimi dhe shitja narkotikëve dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municionit. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.